Në LDK planifikon të kthehet vetë e 20-ta. Me kaq kandidat të saj, ish presidenti Vjosa Osmani pritet të përfaqësohet në listën e deputetëve të Lidhjes Demokratike për zgjedhjet e 7 qershorit, të cilët me gjasa të mëdha dhe do t'i pri. Një gjë të tillë e ka konfirmuar antari i kryesisë së LDK-s Armend Zemaj. Është ajo që tashmë dihet publike, rikthimi me marrëveshje ose rikthimi natyral i Vjosa Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nuk kemi kufizime. Domethënë, kjo është edhe një diçka pozitive sepse po japim diçka nga sovraniteti jon politik, sepse LDK-ja gjithmonë ka garu me seriozitetin më të madh, edhe në të kaluamën kryetari i ka dhënë numrin 1 një kandidati tjetër, kjo ka ndodhur me Vjosa Osmanin, me Abdullah Hotin, domethënë nuk është rrisim brenda nesh, oferta është gjeneroze, domethënë nuk ka ndonjë kufizim, mund të jetë deri në 20 persona. Kthimi në LDK ja jep ish kandidatës së kësaj partie për kryeministre në zgjedhjet e vitit 2019 edhe statusin e prurjes kryesore në lista zgjedhore të gjitha partive për 7 qershor. Megjithatë, sipas Zemajt, Osmani dhe njerëz të saj nuk futën në LDK si ndonjë listë, nismë apo grupim politik i veçantë. Ky parim, siç thot ai, pritet të respektohet dhe nga çdo prurje tjetër e re që pretendon të afrohet me lidhjen për 7 qershor, pasi ky subjekt pretendon të futet garës me identitetin dhe logon e saj unike. Pavarësisht, domethënë, aty në marrëveshjet që quhen marrëveshjet e koalicioneve të ndryshme, insistimi jonë është që të garojmë me logon e LDK-s dhe të tjetën behen pjesë e kësaj fitorie ose ambicës tonë që të fitojmë zgjedhjet e 7 qershorit. Tash lista besoj që është ashtu siç ka qenë, një ndër listat më të mira, por kësaj radhe mund të ketë edhe rikthem të figurave të cilët për një moment kanë qenë pasiv ose nuk kanë qenë aktiv si pjesë e kuvendit të Kosovës. Ka interesime të degë, domethënë në përfaqësim, që të kenë përfaqësim të figura, por kjo është në neutralitetin personal, domethënë nëse njerëzit kanë ambicie. Shkuarja e Osmanit në LDK mund të afektojë koalicionin me të cilin pritet të garojë vetëvendosje, duke bërë ndonjë deputet i listës GUZ ta lë partinë e Kurtit për të shkuar të jajë Lumir Abdigjikut. Por, në lëvizjen vetëvendosje janë të sigurt se nuk do të ketë lëvizje, pasi pretendojnë se të paktën gjithë deputetët e saj që ishin në legislaturën e rrëzuar më 28 prill do të jenë sërish në garë për ulsen parlamentare brenda listës zgjedhore të saj. Ish shefja e grupit parlamentar të VV-s megjithatë nuk përjashtoi prurje të reja, ani se nuk përmendi ndonjë të tillë, por bëri me dije se do t'i kushtohet kujdes përfaqësimit gjinor, social dhe ati në aspektin e komuniteteve. Performanca e deputetëve aktual vlerësohet, siç e thash, sa që kemi bërë një punë të mirë për këtë kohë kaq të shkurtër, andaj pjesa tërnuese e deputetëve do të jetë të njëjtit, ndërkohë që paketës do të ketë emra të rinj, dhe do të jetë një listë përfaqësuese, sepse e dini që në cilat zgjedhje lëvizja i ka kushtuar kujdes edhe përfaqësimi gjinor dhe kategorive të caktuara, grupeve të ndryshme edhe sociale, por edhe përfaqësues të komuniteteve të ndryshme. Kështu që besoj që do të vazhdojë të jetë edhe në këtë zgjedhje. Goxha Risini në listën e saj zgjedhore pritet të sjellë AAK-ja. Nënkryetaria Time Kadriaj tha se 110 kandidatët garus do të përfshinë edhe përfaqësues të ri nga të gjitha trevat e vendit. AAK njihet si parti që ka më shumë deputet, por edhe votues nga zona Dugaxhinit. Po do të ketë përfaqësues për çdo zonë, për çdo treve, do të ketë 110 kandidatë ashtu siç parashifet në rregullore dhe do të garojmë fuqishëm këto zgjedhje. Besoj që do të ketë edhe emra të ri, jemi tash me qindsa afatet kohore ligjore po afrohen data 12 maj është data kur duhet dorëzohen listat zgjedhore, ne kemi filluar paraprakisht edhe përgatitjen, ju siç e dini jemi edhe në proces zgjedhor të brendshëm, në proces zgjedhor të brendshëm, kështu që e kemi një parafushat edhe jemi të mobilizuar në këtë proces. Kosova Press ka komunikuar edhe me zyrtar të PDK-s, mirë po të njëjtit kanë hezituar të paktën deri në orën 15 të së mërkurës të flasin për listat e tyre zgjedhore, duke thënë se kjo çështje do të diskutohet në një mbledhje të partisë më vonë gjatë ditës. Kosova do të mbajë zgjedhjet e parakohshme parlamentare me 7 qershor, si pasojë e dështimit për ta zgjedhur presidentin e ri. Votimet e së dielës së parë të qershorit janë të tretat në nivel nacional prej shkurtit 2025.